Çmimet e derivateve të naftës vazhdojnë të rritën, ndërsa nga 1 gushti do të shtetohet edhe ngrohja qendrore, por me një rritje më të vogël. Komisioni Regulator i Energjetikës ka sjellur vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatërisht 4.55% në raport me vendimin e datës 20 të korrik 2026. Siç njoftoi kryetari i KRR-së Aco Ristov, çmimet e shitjes me pakicë të benzinave Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 rriten për 3 denar për litër, me çka do të kushtojnë 93 denar për litër dhe 95 denar për litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i Euro Dizelit rritet për 4.50 denar për litër, e cila do të kushtojnë 98.50 denar për litër. Edhe çmimi i shitjes me pakicë i vajt ekstra të lehtë për anvisëri rritet për 5 denar për litër dhe do të shitet për 98 denar për litër, kurse çmimi i shitjes me pakicë i mazutit rritet për 2.726 denar për kilogram dhe tani do të jetë 48.099 denar për kilogram. Përveç derivateve të naftës, Ristov njoftoi se nga 1 gushti do të rritet edhe çmimi i energjisë termike, e cila siç tha, ajo do të rritet mesatarisht me 5.96% për anvisëri që furnizon nga sistemi më i madh i EMV furnizim, EMV distribuim dhe EMV prodhimi energjisë termike. Për konsumatorët e ish ngrohtëtorës së Shkup Veri, tani Energy Ecolink, rritja do të jetë mesatarisht 3.6%, ndërsa për konsumatorët e EMV energjetik, çmimi do të rritet me rreth 5%. KRR vendosi për një korrigjim të çmimit prej 5.96%, që do të thotë se fatura mesatare mujore do të rritet për 140 denar, nga 2.353 në 2.493 denar. Ju ndoqët procesin që nga fillimi dhe opinioni tashmë është informuar se kërkesat e kompanive energjetike varionin nga 30% deri në 130%. Ajo që është kyçi në periudhën që pason dhe që ne mbështesim është bashkimi të gjithë kompanive të EMV-s për energji termike, me qëllim optimizimin e burimeve dhe rritjen e efikasitetit, gjë që do të nënkuptonte një çmim më të favorshëm për konsumatorët. Sipas rezultateve dhe analizave të kryera, kreu i KRR-së tha se në nivel vjetor, banorët e Shkupit që ngrohen me energji termike kanë pagesën më të ulët e vjetore, në krahasim me banorët e Beogradit, Ljubljanës, Sofjes dhe Sarajevës. Gjatë një sezoni ngrohje janë kyçur 1.521 konsumatorë të rinj, ndërsa gjithsej 67.494 konsumatorë furnizon me energji termike.